ka miqësi, ka shoqëri që mbase mund të mos shihesh një vit, mos flasësh 2, 3, 5, e mbase edhe më shumë, por në momentin që takohesh e nis aty ku e ke lënë, me të njëjtin pasion, me të njëjtën dëshirë dhe me një mall që nuk arrin me shpjegu që sa të pas ka mungu ky person, por ja që ka në një moment që ti të ka kthyr gjithë ato kujtime të bukura me te. Ke nisur muhabetin aty ku e ke lënë? Sa bukur dhe sa me fat janë njerëz që kanë persona të tillë. Jo shpesh i gjejmë njerëzit e tillë, po këta janë njerëzit të cilët ndoshta unë them janë shpirta të ngjashëm me neve, cilët arrijemi me u kuptu ndoshta me sy, ndoshta e thjesht shihemi dhe gjithçka është aty, gjithçka shkrihet në atë moment dhe kthehen edhe kujtimet e bukura dhe kuptohemi dhe ngjallen ato emocionet më të mira me këta njerëz. Është fat me i pas një persona të tillë, edhe uroj që secili keni shumë të tillë. Mendoj që kam njerëz të tillë, por jo shumë. Kam shoqe, kam njerëz të familjes të tillë, por nuk janë shumë. Këto marrëdhënie mbas janë aq të forta sa që të ishin në numër. Pra në këtë rast vije jo sasia, por cilësia. Ndonjëherë them mjafton një person të tillë ta kesh, sepse është tepër e vështirë me gjetë, është sikur ta kesh një shpirt binjak, të them kushtimisht, jo në kuptimin e martesës, po secili sot ka nevojë për dikë me cilin mundesh me fol, pa të keq kuptu, pa të gjyku, me dikë i cili të kupton pa e përfundu mirë fjalinë. Një për arsye pse njerëzit sot shkojnë në terapi është pikërisht kjo, mos pasja e një personi të tillë në jetën e tyre. Dhe këto e gjejnë pastaj te njerëzit profesionistë, sepse është nevojë njerëzore me pas dikë. Dikë i cili të ndëgjon, dikë i cili të kupton, ta njeh dhimbjen, ta njeh shpirtin, me cilin ti je i lirë me ndo atë që ke brenda. Pa frikë.